Sala në bugjetin 8 miliardë Edi Rama, 32 milion për rreth 390.000 fermer. Shuma më qesharake. 230 milion ka Macedonia vetëm subvencionet. Ju garantoj se subvencioni fermerëve shqiptar do t'jetë identik me subvencionin e fermerëve të rajonit. Prodhimet tuaja do mbrohen në çdo sezon. Ballkani hapur i Argatit të Vučićit javën e parë hidhet të kosh. Miq, ja ku është banja, po pse u ndërtua hidrocentrali i banjës? U ndërtua në radhë parë si vepër vaditëse. Pas gjitha si vepër vaditëse. A ka dhe investuar 100 darë? As 100 darë. Ju garantoj se mandati ardhshëm, Dumrea dhe gjithë zona do përfitoj nga vaditja, nga hidrocentrali, nga ujrat që do vinë nga hidrocentrali i banjës. Ky e shkretoj kombin, shkretimin, kuptimin asaj që shqiptarët u larguan masivisht nga Shqipëria. Nga Dumrea Kanik, rreth 60% të banorëve të saj. Dhe tani, patronazhistët nga rrethet tjera kanë lëshuar dhe marrin tokat tuaja. Unë u them këtu. Larg duart nga tokat e Dumres, se në mënyrë absolute as 1 metër katror tokë çka nuk është banor i Dumres nuk do të njihet. Dokumentat do t'jenë ato që keni ju dhe çdo tjetër, çdo patronazhist që vjen do të largohet dhe do të dënohet për vepër kriminale. Miqtë e mi, programi ynë për biznesin është për klimën më miqësore. Unë garantoj biznes të vogla se energjia do të shitet me 6 lek nga 18 që e blejnë sot. Tarife e ujë do përgjysmohet. Sipërfaqja publike, tarife e sipërfaqjes publike do pjestohet me 5. Tavanet për të TV-shën dhe tatim fitimin do të rriten nga 100 dhe 120.000 euro që është sot në 180.000 euro. Pra, një hapësirë e re për biznes të vogël. Për bizneset tjera, taksa e shesh 10%, taksa me ullë të Europë, TV-shëja 15%, energjia 6 lek, Shqipëria. Shqipëria do ketë një sëri zonash industriale, vendi më tërheq për investimet e huaja. Motorët e punësimit shqiptarve dhe rritjes mirëqenie do ndizen me të gjithë fuqinë. Kështu që ne ecim të sigurt drejt Belgjit madhështore, Elbasanit madhështore, Shqipërisë madhështore. Miqtë e mi, këto rreze dielli që sot na shëndrisin, por edhe na djegin pak, do t'jenë burim, energjie pashtershme, çdo çati
nga jugu në veri, në Dumre dhe kudo, do të ketë panelet fotovoltaike, të cilat do i vendosin me financim në bankave dhe qeveris, dhe pas 3 vitesh, familjet do kenë energjin gratis, gjithtin vazhdim. Pra, Shqipëria superfuqi e vërtet energjitike në cilën të përfitojnë rraf parë qytetarët e saj. Kjo është Shqipëria madhështore, Shqipëria data qendrave, Shqipëria internetit 3, Shqipëria e inteligencë artificiale, është zotimi ynë dhe digitalizimit thellë. Kombi do sillet në moshën e rinisë, do bëjmë çdo gjë që këta të ri të shkollohen, hiqe çdo mesatare, të punësohen, qeveria do paguajë sigurime shoqërore për ta. Dhe për çdo të ri të punësuar do ketë grante, do ketë kredit buta dhe një çati për çdo çift me një grant 30.000 euro, të cilin në rast se bëhet me 3 fëmijë s'do ta paguaj kur kredin e marrë. Ky është, miq, programi ynë. Ndigjoni krahun tjetër. Ka qeveris 12 vjet, edhe del me mask në fytyrë, dhe një mask dhe kalon nga si hokatar, nga takimin takim, jo po qyrykët, jo po budallejt, jo po kneta, jo po hardhuc, zhapit, dhe përpiqet me gjëra të tilla ta banalizoj dhe kujton se me banalitete mashtron shqiptarët, kujton se me banalitete i bën shqiptarët harrojnë që çdo qeveritar duhet të dalë para tyre të jap llogari për ato që ka bërë. Ka hiq dorë nga premtimet, por prap, zakonin e tij të vjetër nuk e harron, nuk mund të mos gënjej. Mirë, po kësaj herë për gënjeshtra merr programin ton dhe merr copza nga programi ynë, po kush ja beson atij? As kërkush. Edi Rama është njeriu më i pabesueshëm. Miq, së fundi duhet t'u jap edhe një lajm tjetër. Atë thret me Gonigali. Me Gonigali hije e tij, siç e ndjek, të themi, siç sikur nuk ndahen tymi nga bloza, nuk ndahet Rama nga me Gonigali. Me Gonigali tani shtron para autoriteteve gjyqësore amerikane se unë vërtet u dënova për parat që mora, po parat mi dha ai. Mi ka dhanë Edi Rama. E di ç'do thot kjo? Para të gjithë botës është korruptues, është kriminalist që ka kryer krim dhe u garantoj që pas 11 maj do marrë përgjigjen që meriton. Dhe ajo është vetëm fillimi, se proceset e tij, zinxhiri proceseve ndaj tij nuk kanë fund. Nuk kanë fund. Së fundi edhe 2 fjalë. Po përdor banda. Ja u thash dhe në Librasht. Ja u them dhe këtu. Banditët të cilët guxojnë t'u bëj ju shqetësimin më të vogël, do të shpallen terroristë dhe grupe terroriste me datën 12 maj dhe do trajtohen si të tillë. Bashkë me Edi Ramën, bashkë me Ballën, bashkë me ministrat dhe kriminalët e tjerë në qeveri. Paralajmëroj prodën e Matrixit. Një farë komisar në Prenjas, Klodian Dani,
dhe disa ushtarë të tjerë të tij, se për çdo vot do keni një Vitburg, se do të psoni atë që s'ja u pret mendja. Mos ndërhyni në votën në vullnet e qytetarëve. Asgjë nuk më posh vullnetin tuaj, asgjë s'ndalon ne në marshin ton drejt fitores. 11 maj është ndryshimi i madh, ditë e ndryshimit, është rradha jonë, është rradha e Belshit madhështor, Cerrikut madhështor, Elbasanit madhështor, Shqipërisë madhështore, rrëf Shiu, rrëf Belshi, Cerriku, Elbasani dhe Shqipëria. Fitore, fitore, fitore.